Të nderuar banor të Velipojës, të nderuar banor të Shkodrës, si kandidate për deputete e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, shpreh shqetësimin tim të thellë lidhur me veprimet e fundit të Bashkisë Shkodër, e cila vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit ka nisur punime për asfaltimin e disa rrugëve në zonën e Velipojës. Ndërsa jemi gjithmonë pro investimeve publike që përmirësojnë jetën e qytetarëve, është e papranueshme që këto projekte të nisin në mënyrë të papritur dhe pa transparencë, veçanërisht në një periudhë kaq të ndjeshme zgjedhore. Mungesa e tabelave informuese që tregojnë se kush po realizon projektin, burimin e financimit dhe fituesin e tenderit ngre dyshime serioze mbi qëllimet të vërteta të këtyre ndërhyrjeve. Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë ndalon qartësisht përdorimin e burimeve publike për qëllime zgjedhore. Këto veprime të Bashkisë Shkodër përbën një shkelje të këtij kodi dhe një përpjekje për të ndikuar në vullnetin e zgjedhësve përmes investimeve të minutës së fundit. Këto veprime nuk janë vetëm një shkelje e ligjit, por edhe një përpjekje për të maskuar mungesën e investimeve të qëndrueshme nga qeveria shqiptare gjatë 12 viteve të fundit. Shkodra dhe veçanërisht Velipoja kanë qenë sistematikisht të anashkaluara nga projektet e zhvillimit, dhe ky aktivizim i befasishëm nuk është asgjë më shumë se një fasadë vonuar. Qytetarët e Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë meritojnë një qeverisje transparente, të ndershme dhe të përkushtuar ndaj nevojave të tyre reale, jo veprime të motivuara nga interesa elektorale afashkurtra. U bëj thirrje institucioneve përkatëse që të hetojnë këto veprime dhe të marrin masat e nevojshme për të garantuar një proces zgjedhor të drejtë dhe të paanshëm. Gjithashtu, ftoj qytetarët të jenë vigjilent dhe të mos lejojnë që vendimet e tyre të ndikohen nga veprime të tilla të papërgjegjshme. Vetëm përmes transparencës dhe respektimit të ligjit mund të ndërtojnë një të ardhme më të mirë për të gjithë ne.